se Ibn Qayyim në librën e ati Madarijus Salikin na tregon kur flet mbi një ajeti të madh që gjendet në mesin e surës së madhe. Ajo është ajeti në suratul Fatiha, Iyyaka na'bud. Tregon Ibn Qayyim dhe thot, fjala Iyyaka na'bud është ngritur në 4 shtilla dhe këto janë shtillet kryesore të besimit të vërtet. Kur themi besimi e vërtet, e kemi për qëllim besim që është i pranuar te Allahu Azza wa Jall, besim që e shpëton njeriu në ditën e gjykimit, besim dhe mjet që nëpërmes këtij besimi pranohen veprat e tij te Allahu Azza wa Jall. Dhe nuk e kena për qëllim kur flasmin këtë tematik se ati që i mungon njëra shtill prej këtyre 4 shtillave mos të konsiderohet musliman në dunja. Do të flasmin këtë tematik gjithashtu më detale inshallah në fjalë të cilët do të vijojnë. Pra dhe do të ndershëm thot Ibn Qayyim, Iyyaka na'bud është ngrit në 4 shtilla. Nga se thot Ibn Qayyim, ibadeti përbohet ibadet i thojnë i mbrëmshëm dhe ibadet i jashtëm. Pra Allahu Azza wa Jall, kur kërkoj që ne të adhurojmë Allahun Azza wa Jall, nuk deshti që trupat tona të përulen e zemrat tona të kryelartësohen. Po Allahu Azza wa Jall kërkoj nga ne që Allahu Azza wa Jall t'i përkushtohet ibadeti i mbrëmshëm dhe ibadeti i jashtëm. E ibadeti i mbrëmshëm e përbëm, si që thamë disa fjalë, një organ që pejgamberi Allahut i ka kushtu rëndësi të veçantë. Pra ibadetin e mbrëmshëm e përban zemra, dhe këtu a bërthoma e besimit, nga këtu lulëzojnë dhe normal gjimtirët dhe fjalët ndikohen si pas zemrës, që do të shohmi më detale inshallah. Pra tregon dhe thot ibadeti mbrëmshëm që e përban zemra, ibadeti jashtëm, ibadeti gjimtyrave që janë në veçanti gjua dhe gjithë gjimtyrat qera, si kur janë sit, vesht, pra shqisat e të ndëgjuarit, shqisat e të pamurit, gjithashtu gjimtyrat e duarave dhe këmbëve dhe kështu me radhë. Pra Ibn Qayyim thot, pra ibadeti është ngrit në 4 shtilla, 2 shtilla të mbrëmshme dhe 2 shtilla të jashtme. Ai i cili arrit që së paku minimal e këtyre shtillave të ngrit, ky ibadet do të jetë i pranuar dhe i ngritur te Allahu Azza wa Jall. Pra do të ndershëm, këto janë 4 shtillat e imanit. Pra 4 shtillat e imanit janë këto: fjala e zemrës, vepra e zemrës, fjala e gjuhës dhe veprat e gjimtyrave. Këto janë 4 shtilla që pat për qëllim Ibn Qayyim el-Jauziyja. Pra do të ndershëm dhe dietarët, kur kanë folën këtë tematik, në veçanti në periudhën kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam erdhi fton njerëzit në besim. Pra të shokët e pejgamberit Allahut një kish kjo tematik e gjanë, nga se ki problem ende nuk u pat shfaq. Nga se shokët e pejgamberit Allahut e kuptun dinin e Allahut saktësisht. Pra dini Allahut është ngrit në këto 4 shtillë. Ata e kuptuan se dini Allahut përbohet prej 2 pjesë. Pjesa e parë, lajmërim. Pjesa e dytë, urdhër dhe ndales. Pra shokët e pejgamberit sallallahu e pranuan çdo sem që ardh prej anës Allahut, pra e besuan lajmin e sakt që ju erdh që Allahu i lajmërojnë Kurani Kerim, apo i lajmërojnë në përmet pejgamberit Allahut, këta e besuan. Pra vëllezër të ndershëm, e pastaj u ngritën që të zbatojnë pjesën e dytë, që këtu ka lind problemi. Dhe këtu është problemi më i madh në mesin e muslimanëve, dhe këtu kemi has dhe hasemi këtë kuptime të ndryshme.
Pra shokët e pejgamberit Allahut e kuptuan kur Allahu i tha: falë namazin, jep në zekatin. Ato automatik e kuptuan se e para pjesë është të besosh se e ke obligim namaz, e të besosh se e ke obligim zekatin, mirë po ato nuk ndalën kaq. Po ato e kuptuan se për të qenë besimi sakt, për të qenë urdhi Allahut më uqu në vend, nuk mjafton të besohet, po duhet të praktikohet. Për këtë arsye vëllezër të ndershëm, urdhi Allahut, ndalesa e Allahut është e lidhur me lajmin që Allahu Azza wa Jall lajmëroi për veten e tij, apo lajmëroi për melekët, apo lajmëroi për libra që i pasbrit para nesh, apo na para lajmëroi dhe na lajmëroi për ndodhit që kanë për të ndodhur, apo na lajmëroi për pejgambert e Allahut. Pjesa e parë, besim për çdo sen që ka ardhur prej anës Allahut lajm. A do të mjafton besimi për të shpëtuar ditën e gjykimit, vetëm ta besosh këtë pjesë? Parashtrohet një pyetje. Allahu kur na tha falë namazin dhe jep në zekat, a ka mundësi dikush me thonë se Allahu ka dash prej neve vetëm ne me besu se është fars, e nuk ka dash prej neve që të jemi praktikues të namazit dhe zekat? A i cili thot se Allahu me fjallën falë në namaz, jep në zekatin, ka dash vetëm prej neve besim, do me thonë të besojmë se Allahu e ka bon farz namazin dhe zekatin, dhe thot se Allahu s'ka dash prej neve mu fal, apo me dhonë zekat, ki njeri është qafir. Pse? Për çka se e ka lënë mango dhe e ka deformu atë të cilën Allahu ka dash. Pra çka ka dash Allahu? Ka dash prej neve që ne të besojmë dhe të praktikojmë. Po dalmi pjesën qëtër. Nëse njani nga ne thot Allahu ka dash të falmi namazin dhe s'ka dash prej neve të besojmë se e kena farz, pra ai që e fal namaz, ai që e jep zekat dhe thot se nuk e kam obligim dhe farz, namazi ti a pranohet dhe zekat? Të gjithë jemi pajtimi se nuk pranohet, ktheje të kundërtën, dhe ai që e beson se falja e namazit është farz dhe dhonja e zekatit është farz, megjithatë nuk ban namaz. Kur jemi te namazin veçanti, a ka mundësi të i pranohet? Shumica nga ne thënë po. Pranohet islami ti, pranohet dini e ti, pra nuk është kjo kontradikt, për çka se islami ka zbritën komplet dhe nuk është pjesë e ru. Për këtë arsye, si thojnë dietar se ki problem të shokët e pejgamberit Allahut nuk u pat shfaq. Ki problem i çështjes së besimit, që neve po na duan disa ligjerata të imajnë dhe të i tregojnë muslimanëve si të besojnë, nuk ishte problem kohën e pejgamberit Allahut, nga se mirë ata e kuptonin se çfarë vlere ka besimi nëse nuk praktikohet ai besim.